Klubi i Handbollit Vllaznia Mbrëmë dhe zyrtarisht është bërë kampion i ligës së parë të Kosovës. Kuqezin pas ndeshjes me Drenicën, të cilën e zhvilluan në palestrën e sportit Shaninushi në Gjakov, festuan inkuadrimin në Superligën e Kosovës dhe shpalljen kampion në ligën e parë. Uran Luzha, koordinatori i klubit, vuri theksin të rrugtimi i handbollistëve në ligën e parë si një rrugë me shumë sfida, por e finalizuar me sukses. Mu e them u konë një rrugtim shumë i vështirë për ne. Mas pare kemi startu në njërë shumë të keqe. Domethënë kemi startu me 6 lojtar. Mas ne si shpeshe, vetëm sezonën e dytë, në sezonën e parë kena përfundu në vend 5. Sezonën e dytë jena duhet me hinë all-in, domethënë si na ka vyt me fitu gjitha ndeshjet. Ato e arritëm në fund, u bom kampion i ligës parë, edhe pse që nuk është mu gëzu të ekipa jonë, se na kur si jemi konë kategorinë e parë, është era parë që jemi, e bom një shëtitje dhe i hymë, por pikrisht është një gëzim i madhë, se pikrisht i vjetë është 70 vjetori i klubit, edhe dashtëm që në kodë 70 vjetorit klubit jetë në Superligë. Luzha tha se inkuadrimi në Superligë do të nisi me angazhimet shtesë në sigurimin e donatorëve për një stabilitet të klubit sa i përket financave. Ligji i sponsorizimit e mundëson Federatën e Handbollit dhe Federatën e Basketbollit, besoj që si vjetë do të kemi donatorë cilë na japin, ato shkojnë zotune me ligj, domethënë nga qeveria Kosovës, prandaj lus donatorë që të vinë. Gjakova ka një potencial, Gjakova i ka 10 lojtarë që i luajnë Superligë, cilët nuk luajnë vllaznim. Gjakova ka një kostur shumë tull që të bëhet kampion me pak pare. Ndërsa kapiteni i Vllaznimit Vitar Mamusha inkuadrimin në Superligë ia dedikoi të gjithë tifozëve e në veçanti kuqezinëve të Jakovës. Ne kishim një sezon me shumë sfida, por arritëm që të kurorëzohemi me vendin e parë. Këtë dedikim kupën ja dedikojmë të gjithë tifozëve tonë gjakovuar, posaçërisht kuqezinëve të Jakovës, të cilët çdo lojë si vendas na kanë përkrahur me gjithë zemër. Kuqezin ndeshjen e mbrëmshme e fituan pasi ekipi mysafir Drenica u ankua në ndarjen e drejtësisë së gjyqtarëve, duke mos pranuar të vazhdonin ndeshjen, të cilën Vllaznimi po e fitonte, prandaj si rezultat e kësaj pakënaqësie lojtarët e Drenicës u larguan nga fusha dhe fitoria u takoi gjakovarëve.